Përshëndetje. Quhem Shpresa Qerimi, e punësuar pranë shkollës Rexh Rushit Zajas, komuna e Kërçovës. Lënda matematik. Njësia mësimore, grupimi i sendeve me 2, 5, 10. Në vijim do të mësojmë grupimin e sendeve me 2, 5, 10. Llojet e grupimit. Grupimi me 2 sende, grupimi me 5 sende dhe grupimi me 10 sende. Tani do të bëjmë grupimin me 2 sende, i cili kryhet në 2 mënyra në slajdin e parë. Në këtë shembull kemi marrë 2 gërshërë dhe grupimin e tyre mund ta bëjmë duke i paraqitur nga 1. Do me thënë se 2 gërshërët i ndajmë në 2 vende nga 1. Po ashtu, ne do të vazhdojmë edhe me grupimin e 5 sendeve në mënyra të ndryshme. Vazhdojmë pra me grupimin me 5 sende në slajdin e dytë. Këtu, siç e shohim, kemi 5 sende. Kemi marrë sendet, siç i shohim, gomat. Në grupin e parë i kemi 5 goma. Në vazhdim, këto 5 goma do t'i grupojmë. Bëjmë grupimin e tyre në 2 mënyra. Në mënyra e parë i kemi 2 goma dhe në mënyrën e dytë i kemi 3 goma, që do të thotë se gjithsej i kemi 5 goma. Në vazhdim, mund të bëjmë grupimin e 5 gomave anasjelltas, duke marrë 3 gomat në grupin e parë dhe 2 gomat të tjera në grupin e dytë. Këtu vim në përfundim se ne këto goma i kemi klasifikuar apo i kemi grupuar në mënyra të ndryshme. Mendoj se kemi të qartë këtë që ne pra sot e sqaruam. Vazhdojmë me slajdin e tretë, grupimi me 10 sende. Në slajdin e tretë kemi marrë tullumbacet. Kemi marrë pra 10 tullumbace, të cilat duhet t'i grupojmë në grupe të ndryshme. Pasi që kemi më tepër tullumbace, këtu mund të bëjmë edhe grupimin në më shumë mënyra të ndryshme. Vazhdojmë pra me grupimin e parë, 5 tullumbace dhe 5 tullumbace të tjera, duke pasur parasysh se jep këtu pra numrin 10. Vazhdojmë me grupimin e radhës, 6 me 4, ku shohim se në grupin e parë kemi 6 tullumbace dhe në grupin e dytë kemi 4 tullumbace. Këtë mund ta bëjmë edhe me fjalë të tjera, duke pasur parasysh mund të marrim në grupin e parë edhe 4 tullumbace dhe në grupin e dytë 6. Tu ne mund të bëjmë edhe, me thënë, grupimin e tullumbaceve në mënyra të ndryshme, duke u ndrruar vendet dhe të përfitojmë përsëri numrin 10. Vjen në shprehje këtu edhe ligji komutativ. 6 dhe 4, 4 dhe 6. Duke ardhur në përfundim se këtu kemi numrin 10.
10 tullumbace do me thënë. Në grupimin tjetër kemi 8 tullumbace dhe në vazhdim grupi tjetër 2 tullumbace. Që do të thotë se këtë grupim ne mund të ndrojmë ndrimi i vendeve, duke pasur parasysh se në vendin e 8 tullumbaceve mund të vendojmë 2 tullumbace dhe në vendin e 2 tullumbaceve 8 tullumbace të tjera. Dhe përfundimi përsëri na vjen 10, duke pasur këtu edhe parasysh se kemi të bëjmë edhe me ligjin komutativ të mbledhjes, kur mbledhësve vandrojnë vendet dhe shuma nuk ndryshon. Besoj se e kuptuat grupimin e sendeve në mënyra të ndryshme. Ju faleminderit për vëmendjen.